Donald Trump dhe Vladimir Putin, ku u deklarua se pati zhvillime, bisedime për zhvillimet në Iran dhe Ukrainë, por sipas Trump, Putin kishte shprehur dhe interesin për të ndihmuar në menaxhimin e rezervave të uraniumit shumë të pasuruara të Iranit, dhe megjithatë presidenti amerikan ka theksuar se prioriteti i Vladimir Putin mbetet vetëm përfundimi i luftës në Ukrainë. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme, kam të ftuar generalin zotin Dede Prenga. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Prenga, për ta nisur me bisedën që është zhvilluar mes presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, mendoni tashmë se po krijohet ndoshta një boshë i ri negociues mes Trump dhe Putin për të rishikuar ndoshta edhe balancat globale të sigurisë? Unë mendoj që situatat të gjitha kanë qenë kaq të komplikuara sa të gjithë janë të përfshirë paçkase në momente të caktuara të zhvillimeve të situatave. Njëra prevalon dhe del e para dhe prioritare, dhe të tjerat qëndrojnë disi në hije. Gjithsesi, pavarësisht mënyrës se si kanë reaguar, unë mendoj që nga koha kur dy presidentët u takuan në Alaska, presidenti i Shtetit Bashkuar me presidentin e Rusisë, mendoj që nuk atje është folur shumë për gjë për të cilat bota nuk e ka informacionin e dur. Ata kanë dhënë aq sa kanë dëshiruar për të bërë publike, por mendoj se janë diskutuar gjëra gjatë, jo vetëm për konfliktin Rusi-Ukrainë, por edhe për çështjet e sigurisë globale në tërësi. Dhe detyrimisht her pas here ata i referohen njëri tjetrit, dhe kur ndjen disi, si mund të themi, pas zgjidhje konkrete, i telefonojnë dhe bisedojnë se si mundet që kjo situatë përgjithsisht që ka prekur gjithë botën, jo vetëm rajonet në të cilat zhvillohen drejt për drejt konfliktet, lindja mesme dhe Ukraina, por për arsye ekonomike dhe të rritjes së çmimeve dhe të veprimeve e reagimeve në bursë, natyrisht që kanë prekur ekonomikisht dhe janë të gjitha vendet e përfshira në një mënyrë apo në një tjetër, në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort. Kështu që unë e shikoj si një shtesë, si një sinjal pozitiv për të përshpejtuar të gjitha veprimet, qofshin këto diplomatike apo atje ku ka dhe ushtarake, për të arritur në një marrëveshje apo për të ulur në tavolinën e bisedimeve për një paqe, në nënshkrim në marrëveshje mes palë për një paqe të qëndrueshme dhe relativisht të gjatë. E them relative pasi detyrimisht ato të paktën në linjën e mesme kam mendimin se do të jetë në nivele relativisht të kufizuara për sa i përket afatit kohor. Kjo në një farë mënyrë vjen pas një momenti, pasi dita e sotme shëndon 60 ditëshin e fillimit të konfliktit de facto ka filluar përpara, por de jure sipas raportimeve dhe detyrimeve që presidenti i Shtetit Bashkuar ka për të raportuar e për të informuar Kongresin, ai nga data 28 shkurt që ka filluar, 2 ditë më mbrapa e ka raportuar Kongresit dhe quhet kjo dita në të cilën mbushet afati kohor i përcaktuar në Kushtetutën e ndryshuar të vitit 1973 për Kongresin, dhe presidenti është i detyruar tashmë të kërkojë 30 ditë nëse mendon ai sipas ligjit shtesë, por gjithsesi administrata e Trumpit ka deklaruar jo vetëm një herë, por më shumë se një herë ka deklaruar që operacionet luftarake kanë përfunduar në momentin kur në fillim të prillit është vendosur armëpushimi dhe ai është shtyr her pas here, dhe tashmë jemi në një fazë të armëpushimit dhe pa patur sulme respektive si nga ajri ashtu dhe nga deti, qoftë nga trupat amerikane, qoftë dhe nga trupat iraniane. Kështu që administrata e përligj në një farë mënyrë, duke thënë që nuk ka nevojë për të kërkuar miratim dhe shtyre për 30 ditësh siç kushtetuta e përcakton, pasi luftimet atje kanë përfunduar. Nga ana tjetër, sa rrezikshme është edhe ideja, ose si e shihni ju pra idenë që Rusia të përfshihet në menaxhimin e uraniumit iranian, dhe nga ana tjetër, a mund të besohet realisht Vladimir Putin pra si një ndërmjetës kur është vetë pale një konflikti ashtu siç është pra mes Rusisë dhe Ukrainës? Është relative e vështirë për të besuar. Një lider i cili në një krah tjetër ka hapur një konflikt, tashmë jemi futur në vitin e 5, por gjithsesi për sa kohë nuk ekziston në tavolinë mundësia edhe nuk po ecën e përparon me sukses ndërmjetësimi nga Pakistani, atëherë detyrimisht që edhe kjo hapësirë me çka e vogël duhet shfrytzuar çdo lloj mundësie e hapësire në diplomaci për të sjellë konfliktet, cilat do qofshin këto luftrat në veçanti mes Shtetet Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, dhe lindjes mesme të përfshirë tashmë e të afektuar nga ky konflikt.
duan shfrytzuar të gjitha hapësirat dhe mundësitë, ciladdo qofshin ato, pa menduar gjatë, por duke menduar në një drejtim, atë të mundësisë së uljes dhe të ndikimit tek palët, ciladdo qofshin këto, për të ulur në tavolësinë e bisedimeve, për të patur negociata dhe për të arritur finalizimin e një marrëveshje dhe për të nënshkruar atë në shërbim të paqes. Jam i bindur që Rusia, pavarësisht se kush është presidenti i Rusisë, ka dhe do të ketë një ndikim të fuqishëm për vetë marrëdhëniet që ka patur në të shkurtën me Iranin, edhe në përgjithësi me lindjen e mesme, por në veçanti me Iranin. Por nga ana tjetër, nëse Rusia do të hynte si një garant për uraniumin iranian, zoti Prenga, do psohet në këtë rast roli i perëndimit për në gjithë proces? Duhet parë dhe mendoj që në këtë rast prevalon ajo që Irani të mos i lihet në dorë një sasi relativisht jo e vogël e uraniumit të pasuruar deri gati në nivelet e mundshme për të prodhuar mbushje bërthamore. Dhe ky është objektivi kryesor. Nuk mendoj se është me shumë rëndësi përpara kësaj pjesa se kush e realizon dhe kush ndërmjetëson e kush është i mundur për të realizuar dhe për t'i hequr nga duart Iranit një sasi relativisht të lartë, të madhe të uraniumit të pasuruar që do të përbënte risk dhe rrezik për lindjen e mesme edhe për shumë më tepër nëse do të arrinte që të realizonte prodhimin dhe posedimin e një mbushje bërthamore. Gjithsesi kjo ngjelet për të parë, ka një hap në të cilin mbase po i afrohet Iranit një mundësi tjetër që nëse nuk arrin dot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndërmjetësimin e Pakistanit, atëherë po afrohet një mundësi tjetër, një alternativë tjetër, një plan B tjetër që të mund të lejohet transporti dhe posedimi nga dikush tjetër që nuk përbën rrezik sepse Rusia ka tashmë mbushje bërthamore si askush vend tjetër në botë dhe do dinte ta ruante edhe ta siguronte krejt ndryshe nga që mund ta bënte Irani me te. Gjithsesi mbetet për të parë se si do të veprohet në të ardhmen, pasi ky ka qenë dhe mbetet objektivi kryesor i fillimit të operacioneve luftarake dhe një nga objektivat kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pa çka se janë kontradiktor dy shtetet me njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet deklaratës presidenti Trump thotë që është kryesor dhe ne nuk do ta lejojmë kurrësi dhe bota ai e deklaroi edhe në takim me mbretin e Mbretërisë së Bashkuar në vizitën që bëri, si në Kongres ashtu në takimin pritin darkën që dha për nder të familjes mbretërore, e deklaroi që ne kurrësi nuk do ta lejojmë që Irani të ketë dhe të posedojë mbushje bërthamore si një rrezik e kërcënim për gjithë lindjen e mesme edhe për më tepër globin. Gjithsesi, edhe pala tjetër nëpërmjet deklaratave të shkruara të si më themi të udhëheqësit të Iranit, pra Khamenei, Majtaba Khamenei, që ka shkruar dhe kanë deklaruar nëpërmjet televizioneve iraniane që ne do ta mbrojmë si aset dhe pasuri kombëtare çështjen e programit bërthamor. Këto të dyja nuk shkojnë me njëra tjetrën, krijojnë përplasje, por le të shikojmë dhe të presim se çdo të ndodh në të ardhmen e afërt për sa i përket realizimit të kërkesave dhe mundësisë për të ulur me ndërmjetësim në negociata dhe për të finalizuar një marrëveshje. Zoti Prenga, nga ana tjetër, nëse SHBA do t'i japi pra Rusisë një rol më të madh në lindjen e mesme, çfarë rreziku ka që kjo marrëveshje të përdoret pra nga ana e Rusisë për të fituar ndoshta edhe avantazh në negociatat që ka me Ukrainën? Unë mendoj që nga takimi i momentit të parë, siç e theksova pak më parë në Alaska të dy presidentëve, i është dhënë në një farë mënyre pak më tepër liri se e meritonte presidenti i Rusisë dhe vetë Rusisë, dhe në çështje dhe situatën e zhvillimeve në lindjen e mesme, mendoj që Rusia ka qenë një nga vendet më të avantazhuara, e do thosha ndoshta i vetmi vend që ka fituar nga kjo situatë, ka përfituar nga kjo situatë, duke u liruar nga sanksionet, dhe duke shitur naftën, duke i dhënë leja për shitjen e naftës. Imagjino që fitimet kanë qenë edhe mbeten, do thosha, të pa imagjinueshme të Rusisë dhe të mbështesësh në këtë mënyrë, duke hequr sanksionet dhe duke i dhënë mundësinë për të shitur nafta për të fituar miliarda euro në muaj, do të thotë që ke furnizuar një makineri
luftarake, ushtarake që ka hyrë në vitin e 5, që ka shënuar një luftë të padrejtë, të pa argumentuar, të pa arsyetuar në kundërshtim me çdo lloj konvente ndaj një shteti sovran, siç është Ukraina. E qartë. Nga ana tjetër, çfarë mesazhi jep kjo zoti pra nga aleatëve europian? Pra janë ata jashtë loje në të gjithë vendimarrjen globale? Unë nuk do preferoja të thoja 100% jashtë loje, por për fat të keq, për mënyrën e kohezionit dhe zhvillimet e brendshme që vendet evropiane kanë dhe çfarë kanë bërë deri tani, për më së një herë nëpërmjet deklaratave të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Evropa ka qenë, është dhe vazhdon të jetë derisa në deklaratën e fundit që bëri kancelari Merz ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në raport me Gardën Revolucionare, nuk hezitoi presidenti tan për të kthyer një përgjigje që Evropa dhe kancelari Merz le të merren me veten e tyre se nuk e dinë se ku janë akoma. Dhe nuk e dinë edhe për sa i përket në raport me mbështetjen dhe ndikimin në operacionet luftarake të Rusisë ndaj Ukrainës që kanë hyrë në vitin e 5. Dhe kjo është reale dhe e prekshme, pasi si Ukraina ashtu dhe vendet baltike të planifikuara për të mbështetur me teknologji dhe armatim me municion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ku do të paguajë Evropa, për arsye të luftës në linjën e mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë mbetur pa u realizuar dhe detyrimisht që kjo është një pengesë e madhe për Ukrainën dhe për vendet baltike për të ardhmen dhe sigurinë e tyre si pjesa më e kërcënuar e kufirit, do thosha, lindor të NATO-s. E qartë, zoti Prenga, ne e dim se interesat e SBA-s, Rusisë dhe Iranit pra përplasen drejt për drejt me njëra tjetrën. Dhe në këtë situatë, sa e shndrueshme mund të jetë një marrëveshje? Marrëveshja e rëndësishme është të arrihet një marrëveshje paqe mes palëve dhe më e rëndësishme është se ajo do të ndikojë drejt për së drejti në lindjen e mesme, e cila u prek gjatë kësaj lufte edhe ajo pjesë që thonim dhe besonim që ishte, si mund themi, siguria e jashtëzakonshme siç ishin Emiratet e Bashkuara të Arabe dhe ky mit përgjithsisht ra në mënyrën se si Irani reagoi ndaj të gjithë vendeve të rajonit, duke goditur jo vetëm bazat amerikane, por duke goditur dhe mos përjashtuar edhe infrastrukturën energjetike, pa përjashtuar edhe vend banime, siç kanë qenë qytetet të cilat e hotele apo bankat amerikane. Në këtë kushte, mendoj që është e rëndësishme të arrit një marrëveshje, paqe, por unë dyshoj që kjo do të jetë e përkohshme, por të paktën 5 deri në 10 vjet, një dekadë, besoj që do të shkojë, sepse ajo që na bën të besojmë në këtë është aspekti ekonomik dhe dëmet e jashtëzakonshme që kanë sjellë në ekonomi, sidomos për Iranin. Edhe embargoja që është tash në xhirin në ngushtisë e Hormuzit, por mbi gjithë kapacitetet ekonomike dhe buxheti i shtetit është përqendruar në mënyrë të jashtëzakonshme te armatimi, municioni dhe mbështetja e Gardës Revolucionare dhe e milicisë së Iranit për të bërë të mundur për të reaguar ndaj sulmeve të Izraelit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do t'i duhet shumë kohë për të rikthyer në normalitet si vend e pastaj për të menduar, për të shtuar dhe rritur gamën e madhe të arsenalit të armatimeve dhe gjithçka tjetër që lidhet me Gardën Revolucionare apo me forcën e sigurisë që mund ta përfshijë gjithë aty, edhe forcat armatose, Garda Revolucionare edhe milicin. Kështu që besoj që do të ishte mirë që të ishte një marrëveshje e përhershme, por e përhershme relativisht do të jetë shumë e vështirë dhe ajo mendoj se do të jetë me kohë të kufizuar. Gjithsesi, unë do ta quaja dhe është një arritje dhe domosdoshmëri tashmë jo vetëm për lindjen e mesme për Iranin, por është domosdoshmëri edhe për botën mbar, për arsye të rritjes së çmimeve, për arsye të rëndesës së xhepit të çdo qytetari në çdo psep të globit. Ditën e djeshme një barel shkoi $126 dhe kjo tregon për rritjen në mënyrë të pandalshme të çmimeve jo vetëm të naftës, po dhe gjithçka tjetër që është e lidhur me këtë produkt kaq të kërkuar.
E qartë. Nga ana tjetër, zoti Prenga, është raportuar se SHBA-t kanë përgatitur një plan për një falë të re të shkurtër dhe të fuqishme sulmesh kundër Iranit për të thyrë kështu bllokimin në negociata. Mendoni se Donald Trump po përdor kërcënimin ushtarak si një mjet negociues apo jemi tashmë realisht në prag të një përplasje të kontrolluar? Çdo palë që do qoftë ajo, nëse arrin në përplasje, por edhe pa arrit në përplasje, mjetet e presionit që kanë i përdorin ato në mënyra që din t'i përdorin. Ka diku diplomaci, ka diçka që thuhet edhe me mënyrë nën kuptimi, por ka edhe nga ato deklarata që bëhen të drejt për drejta dhe pa u kursyer as pak e pa u treguar as pak, si mund të themi, diplomat në mënyrën e asaj që kërkon dhe shpreh. Në këto kushte mendoj që mjetet e presionit të dyja palët po i përdorin dhe do vazhdojnë t'i përdorin, e këtë e tregon edhe bllokimi i dy anshëm, do thosha, i ngushticës së Hormuzit, që lidhet drejt për së drejti për portet iraniane në pjesën e lindjes së xhirit të ngushticës së Hormuzit i ka bllokuar amerikani dhe pjesën tjetër e ka bllokuar të transportit normal, e ka bllokuar garda revolucionare iraniane. Në këto kushte atë mjet kanë në dorë dhe atë që është me ndikim të fuqishëm e përdorin si mjet kërcënimi. Të gjitha palët detyrimisht që i përdorin mjetet që kanë e gjithçka tjetër që kanë në dispozicion për të parafruar palët e për të ulur në tavolinën e negociatave. Le të shpresojmë dhe të presim që do të vemi tek tavolina e negociatave dhe e bisedimeve dhe nuk do të shkojmë tek pjesa e pjesshme e rritjes së intensitetit të goditjes dhe të reagimit nga pala iraniane. Detyrimisht që edhe spostimet që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës me deklarimin më së një herë të raketave hipersonike me të dhëna edhe kapacitete të jashtëzakonshme dhe të pakrahasueshme me raketat balistike që ka, Irani tregon që është një opsion, është si presion, por edhe mund të marrë jetë për të zbatuar nëse palët nuk përshpejtojnë për të afruar qëndrimet për të ulur në tavolinën e negociatave. Zoti Prenga, nga ana tjetër, nëse do të kemi sërish një dështim të negociatave, pra a mendoni se ka SHBA-ja një plan B, le të themi, apo rrezikon pra të ngecë në këtë konflikt? Unë dua të besoj që ata kanë një plan B dhe nuk dua të besoj dhe nuk besoj që do të pranojnë të dalin në një mënyrë jo të pranueshme për cilin do dhe pa ndonjë zgjidhje të drejt për drejt. Detyrimisht që duhet të kenë dhe për këtë po luftohet shumë dhe ditën e djeshme presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës ka thirrë gjeneralet e mëdhenj që drejtojnë forcën e armatosur dhe gjithë komponentet e saj në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dëgjuar mbi planet që ata kanë nëse pjesa e bisedimeve dhe negociatave nuk do të jetë ashtu siç të gjithë presim e suksesshme. Detyrimisht që kanë plane dhe do të ketë plane sepse asnjëra palë, ajo që ka sulmuar që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po Izraeli, po Shtetet Bashkuara të Amerikës veçanti, dhe Irani, edhe them me bindje që nuk kanë shprehur e shkarkuar gjithë pushtetin dhe arsenalin e madh për të goditur edhe për të kundërvepruar. Uroj që të mos shkojnë në këtë pikë, cilado qoftë ajo, për sa i përket për masave dhe për fshirjes në këtë lloj intensiteti, kryesisht nga ajri dhe nga deti, pa përjashtuar edhe në një ndërhyrje me trupa speciale, me në një operacion blis të shpejt, ku ata e mendojnë dhe gjykojnë dhe kanë informacionin e nevojshëm se duhet vepruar në këtë formë. Gjithë. Po, të lutem. Ndërkaq, zoti Prenga, patëm një plan të hartuar nga ana e Iranit, por që u refuzua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoni se ky refuzim ishte ndoshta një gabim strategjik, të quajmë, që mund të kishte shmangur edhe për shkallëzime të mëtejshme? Unë mendoj se për sa kohë propozimi që bëhet nga njëra palë nuk përfshin brenda pikat kryesore të asaj për të cilin ka nisur konflikti. Kam një bindje që nuk është gabuar, por është kërkuar për t'i dhënë kohë dhe kam bindje që Irani së shpejti duhet të shkojë me një propozim tjetër ku të përfshi pikat kryesore për të cilat ky konflikt është nisur. Dhe një nga objektivat kryesore ka qenë programi bërthamor. Nëse
programi bërthamor nuk përfshihet në propozimet që paraqet pala iraniane, atëherë detyrimisht që nuk mund të ketë negociata. Ai ka paraqitur çështjen e ngushticës së Hormuzit dhe jo të gjitha përpjekjet dhe planet, edhe mungesën e përfshirjes në mbështetje të proxyt. Kështu që me këto të dyja nuk mund të shkohet. Pra, pjesa e programit bërthamor nuk mund të lihet jashtë negociatave, nuk mund të lihet jashtë bisedimeve, nuk mund të lihet jashtë marrëveshjes. Qoftë edhe për, siç e thash pak më lart, qoftë dhe me një kohë të kufizuar. Pra, ti thuhet, do ta zhvilloj programin bërthamor, do ta zhvilloj nën kontrollin e inspektorëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe vetëm për nevoja ekonomike, jo për pasurim që do të rrezikoj pastaj për krimin e një mbushje apo shumë mbushjeve bërthamore për të rrezikuar. Gjithë objektivi i Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm do mendoja, edhe i shumë vendeve të tjera, është që Iranit të mos i jepet mundësia për të patur dhe poseduar mbushje bërthamore si një rrezik për rajonin dhe do thoja edhe për më gjërë. Kështu që kjo besoj se në këtë pikë nuk do të ketë tolerancë për sa i përket negociatorëve dhe në përgjithësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, te leadershipi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës unë nuk mund të them se jam kush jam unë që të përsaktoj që nuk mund, sepse do të jesh atje dhe do të jesh në vendimarrjen e tyre dhe atje prapa është e vështirë për të thënë një fjali fundore për sa i përket veprimit apo vendimit që do të merret. Detyrimisht që ata do të shikojnë, do të studiojnë situatën dhe do të dëgjojnë ekspertët për të dalë në përfundimet që do t'i shërbetë situatës qetësimit atje dhe në shkrimit e përfundimit me një marrëveshje të pranueshme nga të dy palët. Zoti Prenga, nëse do të kemi, le të themi, këtë plan të propozuar nga ana e SBA-s pra për të pasur një sulm tjetër kundër Iranit, mendoni se do të ketë kjo një rrezik të madh për lindjen e mesme dhe shpërthej një efekt domino, le ta quajmë, me përfshirjen e aktorëve të tjerë? Nuk mendoj në këtë format, pasi Irani ka tentuar me reagimet dhe kundërveprimet e tij për t'i përfshirë dhe vendet e tjera të lindjes së mesme në këtë konflikt, por ato deri tani nuk kanë rënë pre e këtyre provokimeve, kanë pranuar dëmet, kanë pranuar si thosh humbjet dhe nuk janë bërë pjesë e asaj loje që do donte dhe dëshironte Irani. Natyrisht që ata askush nuk mund të thotë që nuk mund ta përsërisin këtë goditje për ta përfshirë disa vende apo gjithë lindjen e mesme në këtë konflikt, por kam bindjen që do të tregon të rezervuar, do të tregon të matur dhe nuk besoj se do të përfshihen, sepse reagimet apo kundër reagimet e Iranit, nëse do të arrihet në një goditje të tillë nga pala amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam bindjen që ata do të kërkojnë në çdo kusht e mënyrë për të goditur e për të përfshirë edhe vendet e lindjes së mesme në këtë konflikt, siç kanë tentuar që nga momenti kur ka filluar ky konflikt. Shpresoj që të mos kemi intensifikim të veprimeve, por edhe nëse do të ketë, shpresoj e besoj që të gjykojnë me gjaktësi për të mos u përfshirë dhe të pranojnë më mirë një humbje ose si thënë mes dy të këqijeve të zgjedhjen të keqe më të vogël, që është ajo pranimi i dëmeve që mund shkaktohen nga reagimi apo kundërreagimi i Iranit nëpërmjet goditjeve që mund të bëjë në të gjitha vendet e lindjes së mesme që janë tashmë mbështetës së Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe kanë ekzistojnë bazat e Shteteve Bashkuara të Amerikës në ato vende. E qartë. Zoti Prenga, nga ana tjetër Hezbollahu ka lançuar një armë të re kundër Izraelit verior në raundin e fundit të luftimeve, dron të vegjël të kontrolluar me kablo me fibra optike dhe gjerësinë e fillit dentare që shmangin kështu edhe zbulimin elektronik, por këto dron të përdorur gjërësisht edhe në luftën në Ukrainë janë të vegjël të vështirë për të ndjekur, por edhe vdekje prurës. Mendoni se ky ishte një dështim strategjik nga ana e Izraelit që u fokusua tek raketat, por injoroi, le të themi, në një mënyrë edhe kërcënimin e dronëve të vegjël? Në çdo lloj lufte e konflikti, luftat hibride janë dhe do të mbeten format e përdorimit të tyre më të rrezikshme dhe shumë të vështira për të parandaluar apo për të luftuar. Në këtë pikë hyn edhe mënyra e dronëve, jo vetëm nga Hezbollahu, por edhe nga të tjerë kudo që janë duke u zhvilluar, duke u përdorur, dhe kjo është si më themi risku më i madh i të gjitha vendeve
sepse është tepër e vështirë për të interceptuar dhe për t'i asgjësuar. Po dëmi i tyre nuk është krahasuar me raketat, ai që pretendojnë. Pra, ato vërtet mund mos interceptohen, mund mos ndiqen, mund mos parandalohen, mund mos asgjësohen dhe të shkojnë në objektiv. Por dëmi i tyre nuk bëhet fjalë se ka një dëm kaq të madh dhe do të shkaktoj kaq shumë probleme. Detyrimisht edhe aty unë shpresoj që marrëveshjet kurdo që të arrihet pas 48-s, i thon për gati 80 vjet, të themi që nuk janë ulur në bisedime dy shtetet, Izraeli me Libanin, shpresojmë që edhe ata të ulen në bisedime dhe të arrin një marrëveshje për të mund të kontrolluar territorin e tyre dhe për të mund të ndikuar te kjo organizat që në një farë mënyre janë qytetar të Libanit, por për fat jo të mirë, do thosha, nxiten, mbështeten nga pjesa e Iranit. Dhe detyrimisht kjo do të jetë pikë e nxehtë dhe në formën dhe mënyrat e tyre do të jetë përsëri jo e qetë. Izraeli dhe pjesa e territorit në lindje dhe në perëndim të Libanit, pra në lindje të Izraelit, do jetë problematike, lindja ose verilind, do të jetë problematike edhe në të ardhmen, pa çka se mund të ketë e mund të arrihet, uroj të arrihet në një marrëveshje mes dy vendeve, pra për herë të parë mes Izraelit dhe Libanit. Shpresojmë që edhe ata ta kuptojnë që nga lufta, nga konfliktet nuk ka asnjëherë palë të fituar, të dyja palët janë të humbura dhe të dëmtuara në të gjitha aspektet, si të jetëve njerëzore të pafajshme të humbura, ashtu edhe të aspektit ekonomiko-financiar. Por, zoti Prenga, nga ana tjetër, sa rol ka Irani në transferimin e kësaj teknologjie tek Hezbollahu? Irani ka rolin kryesor, sepse përveç mbështetjes me teknologji, ai i ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme me aspekt financiar. Dhe po që të mbështet në aspektin financiar, pjesa për t'i poseduar dhe për t'i patur, ato është krejt e lehtë, sepse në raport me mbështetjen financiare ti mund t'i sigurosh ato e mund t'i gjesh në treg, apo mundet të lloj teknologjie, të marrësh teknologjinë dhe t'i prodhosh edhe vetë. Kështu që mbështetja është kryesore e Iranit në aspektin financiar. Dhe po që se mbështetet në aspektin financiar, atëherë është krejt e lehtë dhe në çdo mënyrë mundet të realizosh si me blerjet e tyre, ashtu dhe ose me blerjen e teknologjisë dhe prodhimin në kushte, si mu themi, edhe aty ku je, kudo që ndodhesh, mund t'i prodhosh, sepse bëhet fjalë për dronë të cilat janë vërtet teknologji e re, por nuk janë kaq e komplikuar që kërkon sipërfaqe të mëdha apo një industri jashtëzakonisht e madhe. Ajo nuk kërkon kaq shumë, por kërkon thjesht vetëm mbështetjen financiare dhe patjen e posedimin e teknologjisë së prodhimit të tyre. Këto të gjitha në tregjet e lira mund të gjenden, mund të blehen dhe nuk është problem i pazgjidhshëm. E qartë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur, ndërkaq mendoni se do të ndrohen këtu forcat e mbrojtjes së Izraelit, ndoshta të ndryshojnë të gjithë doktrinën ushtarake për shkak të këtij kërcënimi të ri pra që po vjen? Historia ka treguar që në çdo kohë mbrojtja me mësymjen, teknologjia dhe armatimi e potencialet që janë përdorur janë zhvilluar paralelisht me njëra tjetrën. Dhe detyrimisht që kjo është ajo çfarë kundërshtari të imponon dhe menjëherë punohet dhe grupet e caktuara kërkimore shkencore në fushën e mbrojtjes janë tashmë duke u marrë me siguri me kapjen e patjen e tyre dhe pasi ta kesh edhe të projektet, sepse mirë është të kapshe projektet, por nëse projektet nuk i ke, atëherë ajo mund bëhet e mundur edhe nëpërmjet kapjes dhe posedimit edhe të pjesëm apo aq më mirë të plot të një droni, dhe aty fillon pjesa kërkimore shkencore për të parë se si mund të reagohet e mbi gjitha cilat do të jenë masat mbrojtëse në të ardhmen. Natyrisht që kërkon ndryshim duke filluar që nga strategjia e sigurisë e deri tek gjitha doktrinat e tjera, strategjia ushtarake e deri tek